إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذا الأذرات إتاقين الله جل جلاله يتسلنا بغتين متمينة الشمطة Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu jalla jalaluhu në surën Nisa, ajeti 34: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Burrat janë autoritet mbi gratë, për shkak asaj që Allahu i dha përparësi disa ndaj të tjerëve, disa njerëzve ndaj të tjerëve, pra burrave ndaj grave, wa bima anfaqu min amwalihim, dhe për shkak se burrat shpenzuan dhe shpenzojnë nga pasuria e tyre. Pra jemi në ciklin e ligjëratave rreth të drejtat e burrit, haki i burrit dhe haki i gruas në raportin bashkëshortor. Fillimisht këtë cikël të ligjëratave e mbajmë duke u bazu në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, këto përkujtime, këto këshilla, këto mësime vlejnë për muslimanët. Këto vlejnë edhe për tjerët nuk i ngojnë. Na jena të imojt të këshilla për muslimanët të cilët dojnë me qenë rob të Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët dojnë me jetu jetën ndryshe në bazë të mësimeve të tjerëve, në të jetojnë. Vdekja është shpejt, ka me dhënë mëdhari për Allahut secili prej neve. Për të qenë musliman, duhet me u dorëzu Allahu xhela xhelaluhu. Fjala Islam don me thonë el-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Islam, musliman, don me thonë me ju dorëzu Allahut me tauhid, me ju nënshtru Allahut në adhurime dhe me u distancu prej shirkut edhe mushrikëve. Ç'kjo është Islami? Pra kush do me qenë musliman duhet t'i dorëzohet Allahut. Që do me thonë, çka të thot Allahu, çka të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta pranojmë. Aty ku urdhërojmë, t'u nënshtrohemi, aty kur ndalojmë, të ndalohemi. Edhe për raport në jetës bashkëshortore, jemi duke fol ajete dhe hadithe
që na ka mësu Allahu, na ka këshillu Allahu, na ka urdhnu Allahu xhela xhelaluhu dhe na ka ndalu Allahu subhanahu wa taala në gjanat e jetës bashkëtorë. Që kur ti ndëgjojmë disa urdhna të Allahut, disa urdhna të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos habitem. Mos gjejmë në veri, naudhu billah, po të dorëzohemi. Të dorëzohemi. Allahu thotë: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Burrat janë autoriteti mbi gratë. Kjo në Islam. Te qafirat njëjtë janë burri me gruan, të barabartë janë. Edhe kartelën e bankës e kanë me pinin të njëjtë. E di gruaja sa ka harxhu burri, e di burri sa ka harxhu gruaja, dhe friksohen në pjetëtit mos harxojnë diçka pa lidhje, diçka për çefin e tyre. Kjo të qafirat. Te muslimanët burri është autoriteti. Burri është domaçini. Burri është ai që jep urdhra. Burri është ati që duhet me i dhënë raport. Dhe jo e kundërta. Për çka? Për shkak se Allahu i dha përparësi burrit. Dhe për shkak se burri është ai i cili investon. Ka thënë dietarët, pse Allahu subhanahu wa taala i dha përparësi burrit? Për çfarë arsye? Këtë të dytën vetë se e kuptojnë. Se darsmën do të me po burri, arin për nusën me vlej burri, fustanat e ditës parë thesës burri, fustanat e kanaxhexhit burri, çdo të shkume të ardhme të nusja burri, këtë e kuptojmë, këta e dim. Po këtë parën pse Allahu e ka dalluar? Ka thënë dietar, thotë Imam Kurtubiu, qawwamun, autoritet, është për qëllim kujdesi i burrave ndaj grave, e që kjo dispozit ngërthen. Kujdesi për të gjithë çështjet e saj, edukimin e saj, ndalimin prej ekspozimit, maksimum mundu që të rinë gratë në shtëpit e tyre, dhe ajo e ka obligim të nënshtrohet burrit dhe të respekton burrin. Thot Ibn Kathiri në tefsir, "Walil rijali alayhinna daraja." Dhe burrat e kanë një grad më lart se gratë. Burrat e kanë një grad më lart se gratë. Pra janë dalluar, i ka dhënë e përsi Allahu subhanahu wa taala. Fil fadilati, fil khuluqi wal manzilati wa ta'ati al amri wal infaqi wal qiyam bil masalih wal fadl fi dunya wal akhirah. Thot kjo është kështu për shkak se Allahu i ka dhënë përsi në vlera, në moral, në gratë, në atë se ati duhet me ndëgju fjala. I ka dhënë përparësi Allahu burrit. Në shpenzim, në realizimin e dobive, wal fadli fi dunya wal akhirah, dhe veçoritë që Allahu e ka dhënë këtë botë dhe në botën tjetër. Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, burrat janë autoriteti mbi gratë. Thot ar-rajulu qayyimun 'ala al-imra'ati, burri është udhëheci i gruas. Burri është udhëheci i gruas, që do me thonë, është kryetari i saj, është i madhi i saj, është ai që vendos për ta, wa mu'addibuha, dhe është ai i cili e edukon, i cili e drejton në qoftë se ajo shtrembërohet. Burri është. Pra burri i jep urdhna gruas, burri kujdeset për ta, burri e edukon gruan, në qoftë se asaj ndodh diçka. Burri është përgjegjës për gruan dhe jo gruaja për burrin. Kjo në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thot, lian ar-rijala afdalu min an-nisa, për shkak se burrat janë më të mirë se gratë. War-rajulu khayrun min al-mar'ati, burri është më i mirë se gruaja. Walihadha kanat an-nubuwatu mukhtassatun bir-rijal, dhe për këtë shkak pejgamberllëku ka qenë i veçuar për burrat. Dhe udhëhecia, mbretërit, qeverisja, kryetarllëki
e postëve të mëdha është e veçantë vetëm për burrat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk shpëton një popull i cili udhëhecin ja kalon në dorën e një gruaje. Wa bima anfaqu min amwalihim, dhe për shkak asaj që investojnë burrat në prej pasurisë së tyre. Gjithçka që ata investojnë para martesë edhe pas martesës. Për këtë Allahu xhalla xhelaluhu i ka veçuar burrat prej grave. Thot Imam Saadi, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa fi umuri ad-dini wad-dunya." Burrat janë autoritet mbi gratë në punët e dinit edhe në punët e dunjas. Burrat janë autoriteti mbi gratë edhe në punët e dunjas, edhe në punët e dinit. Yulzimunahunna bi huquqillah. I urdhënojnë ata që të realizojnë urdhnat e Allahut. Burri e urdhënon gruan me ju nënshtru Allahut dhe gruaja duhet me ndëgjue. Burrit me eduku gruan me fal namazin, duhet me eduku me mbulue trupin, duhet me eduku me i lanë mëkatet, burri. Jo se gruaja nuk ka të drejtë me këshillu burrin. Mos këtë kuptojmë. Pa autoriteti, përgjegjësia është te burri. Wal muhafadhatu ala fara'idih. Dhe burri e urdhnon gruan që të jetë e kujdesshme për farzat e Allahut subhanahu wa taala. Wa yakuffunahun an jami'il ma'asi wal mafasidi. Burri e ndalon gruan prej gjitha gjunaheve edhe degenerimeve, fesadit. Gruaja do më shkon dikun në ndonjë vend ku i bëhet mëkat Allahut, burri nuk e le. Edhe gruaja nuk duhet më i dhunua. Gruaja fillimisht nuk duhet më shkuat aty ku ka gjuna, po nëse e ka dhënë merrën me shkuë, burri e ndal edhe ajo s'u shkon. Kjo te muslimanët, edhe një, po përsëritem, kjo te musliman. Burri e ndalon edhe ajo nuk ka drejt me shkuë. Edhe nëse është në pyetje familjari më i afërt, do me shku ndarsëm te vllavi për shembull. E aty ka gjunahe, mëkate, selam me shkuë. Shkon mas mëkate, janë për herë darsëm gjallë, vllavit. Edhe kështu më radhë. Pra, burri e ndalon gruan prej mëkateve. Burri mundohet, thot Imam Saadi, burri mundohet që m'ja përmirësu moralin gruas së tij. Mundohet me eduku ata me edukat të mirë nga Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra burri është autoriteti. Qysh me kuptu këta edhe pak më mirë, edhe pak më qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hakin e burrit në Kur'an, hakin e burrit në hadith e lidh me hakin e Allahut subhanahu wa taala. E lidh me hakun e Allahu xhalla xhelaluhu. Pra kujdesi që duhet pas gruaja ndaj burrit, ndaj hakit të burrit, Allahu e lidh me hakun, pejgamberi sallallahu alaihi lidh me hakun e Allahut subhanahu wa taala. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu ka qenë në Sham dhe i ka pa krishterë duke i bërë sejdë priftërimit e tyre. Dhe ka thonë me vete, po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është më përparësor i bërë sejdë. Qoftë këto i bëjnë sejdë priftërimve, ajo është i dërguari i Allahut dhe është më përparësor i bërë sejdë. Pra sejdë përshëndetjes, jo sejdë e adhurimit. Mos ka kuptojmë. Si dikush mendon që ka bërë sejdë adhurimi dhe ka adhuruar dhe ka arsyetuar pejgamberin se më shirt madh. Jo. Sejdë e përshëndetjes. Kur kthehej në Medinë, i ban sejdë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndalon. Edhe çka i thot? I thot Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu: "Law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ndalon që ta përsërisë edhe një herë këtë sejdë, po, ndalon mos me bëj sejdë, thot: "Sikur ta kisha urdhënuar dikan me i bë dikujt na sejdë, kisha me urdhëru gruan me i bë sejdë burrit vet." A e dini që do më thonë kjo? A e dini çfarë haki është kjo? A e dini çfarë vlerë është kjo? A e dini çfarë epërsie është kjo? Sejdë bëhet vetëm për Allahun. Thot, po sikur ta kisha urdhënuar dikan me i bë dikujt na sejdë, kisha me urdhëruar i bë sejdë gruaja burrit të saj. Wala, edhe dëgjoni tash. Wala tuaddi al-mar'atu haqqa Allah azza wa jall 'alayha kulluhu hatta tuaddi haqqa zawjiha 'alayha kulluhu. Gruaja nuk
mundet me plotësu hakin e Allahut që e ka komplet, përderisa nuk e plotëson hakin e burrit të saj komplet. Sa do me qenë e devotshme, e kujdesshme në raport me Allahun, në qoftë se me burrin se ka hallin mirë, se ka plotësu hakin e Allahit. Kjo e vogël, kjo nuk e vogël, kjo është shumë e madhe. Kjo është për kujtim dhe këshill për çdo motër muslimane, për çdo nanë muslimane, për çdo familjare e jo, dhe këshill për gjithë neve, që kemi vajza të reja, të cilat në të ardhmen duhet me i martu për dikan, me ja mësu këto hadithe, me ja mësu këto ajete, dhe me dit hakin e burrit, para se me shku të burrit, që mos ndodhin nesër probleme, që shpo ndodhin shumë probleme, që burrat i kërkojnë disa të drejtat që nuk ju takojnë, gratë kërkojnë disa të drejtat të cilat nuk ju takojnë, e gjithë kjo duke u bazu dhe duke u ndiku prej kulturave të hujave, të qafirave, dhe pastaj ndodhin probleme në mes të muslimanëve. Gruaja nuk e plotëson hakin e Allahut komplet që e ka, derisa nuk e plotëson hakin e burrit komplet që e ka. Deri çfarë grade që për asë në ka thonë një shembull, po thuj si të pamundshëm, moralizua jo. Po e ka thonë këtë shembull që më tregu se sa e rëndësishme është haki i burrit. Ka thonë, hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya ala dhahri qatabin la'atathu iyyahu. Deri çfarë grade me ju nështru dhe me respektu burrin, deri në atë gradë që në qoftë se burri i kërkon intimitet dhe ajo është në samar, në shalë të kalit, i nështrohet që aty. Kjo zmahat, apo? Po edhe kësi rastet të jashtëzakonshme, duhet me nështru burrit. Pse haki i tij është shumë i madh. Sa është i madh? Është aq i madh sa që Allah e ka lidh pejgamberin e ka lidh me hakun e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sa stan hadithit nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, la tuaddi mar'atu zawjaha fi dunya illa qalet zawjatuhu min al-hur al-'ayn la tu'dhihi qatalaki Allah fa inma huwa 'indaka dakhil yushiku an yufarighaki ilayna. Thot, nuk ndodh që gruaja të jetë e paraspektueshme ndaj burrit, të shkakton dhimbje burrit, të shkakton nervoz burrit, të shkakton mërzi burrit. Po thotë me asa, nuk ndodh që gruaja të shkakton diçka prej të tillave burrit, vetëm se hyrit në xhennet thojnë. Mos i shkakto problem atij Allahut vraft. Se ai është vetë disa ditë te ti dhe shumë shpejt ka marrë vakti, munda prej teje me ardh te na. Munda prej teje me vdek edhe me ardh te na. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sallat al-mar'atu khamsaha. Dhe kjo hadith është madhështor, subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se gruaja i fal 5 kohë namaz, wa samet shahraha, e agjeron muajin e saj, pra muajin e Ramazanit, wa hafidhat farjaha, dhe është kujdesshme për organin e saj, pra nuk bën zina, wa ata'at zawjaha, dhe i nënshtrohet burrit të saj, e ndëgjon dhe respekton burrin e saj, qila laha dukhuli al-jannata min ayyi abwab al-jannati shi'ti. I thuhet asaj hyn xhennet ka cila derë e xhennetit dush. Shumë e lehtë apo? 5 kohë namaz, agjërimin e Ramazanit, me qenë e ndershme, edhe me e respektu burrin. Çfarë? Kush i ban këto? Prej grave, i thuhet asaj, futo në xhennet, ka cila derë e xhennetit të dëshirosh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar.
nuk i takon njeriu që të bën sejdë për njeriu. Walau saluha li basharin, e në qoftë se kish me qenë e udhës që njeriu t'i bën sejdë njeriu, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, kisha me e urdhnu gruan t'i bën sejdë burrit të saj. Pse? Min idhami haqqihi alejha, për shkak hakit të madh që e ka burri. Walladhi nafsu Muhammedin biyadihi, pasha atë në dorën e të cilët është shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se burri do të ishte prej kokës së tij deri te këmbët e tij me plak, prej të cilave plak kish me rrjedh qelb edhe ujë i përzim me xhak, dhe pastaj gruaja ja pastron plagët me gjuhën e saj, si del hakë shabet. Nuk i del hakë shabet. Më thonë, haki i burrit është shumë i madh. Ama e keqja ndodh që në shumicën e rasteve nuk realizohet haki i burrave për shkak të tjerëve, për shkak ndikimit nga të tjerat. Sot e keni pa në dunja, folim për hakin e qenit, të drejtat e qenit, të drejtat e zogjve, të drejtat e trujve, të drejtat e grave, mos bot më abet. A keni një për të folë të kush për të drejtat e burrit? Ska, burrish i shkelt. Edhe pse ata thonë që gratë janë të shkelt, në realitet janë burrat të shkelt. Se për të drejtat e burrave s'kena një me folë të kush. Ama ka folë Allahu xhela xhelaluhu. E na nuk duhet të ndikohemi prej kulturave të huaja. Pse? Për shkak se s'kena mu knaq. Nuk do ta shijojmë lumturinë e jetës bashkëtorë. Allahu xhela xhelaluhu na ka kriju. Allahu na furnizon. Allahu e din më mirë se çka është mirë për neve, çka është keq për neve. Allahu e din. Në qoftë se Allahu na ka urdhëruar diçka, në realizimin e atij urdhit është lumturia. Në qoftë se Allahu na ka ndaluar prej diçkait, në largimin prej atij sendit është lumturia dhe jo diçka tjetër. Në moment kur ti përzim gjanat, atëherë humbim lumturinë, e humbim bereqetin dhe shkon jeta që është shku jeta shumicës së njerëzve. Elusim Allahun që Allah të na falë mëkatet tona. Elusim Allahun që Allah të na mëson të lexojmë Kur'anin dhe të zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Elusim Allahun që Allah na mëson të realizojmë si duhet përgjithësitë tona që i kemi në jetën bashkëtorë, ndaj gratë, ndaj burrat, ndaj një tjetrit, ndaj fëmijëve, ndaj familjes dhe kështu me radhë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.